Në bajpasin e Vlorës ka nisur vendosja e rrjetave mbrojtëse anësore të rrugës për të parandaluar shkitjen e dherave në segmentin rrugor, nisur nga rastet e shkarjes të dherave dhe problematikave të shfaqura në qarkullimin rrugor të automjeteve dhe rrezikut të tyre. Probleme këto të ngritura me shqetësime edhe nga televizioni 6+1 Vlora janë marrmasat e vendosjes së rrjetave mbrojtëse, sidomos gjatë stinës merreshje shiu. Ky aks kthehet në problematik nga shkarja e dherave dhe gurve, ndërsa pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora këtë të premte sjellin momente nga ndërhyrja që po bëhet për të vendosur rrjetat mbrojtëse. Puna ka nisur dhe po vijon me intensitet, ndërsa vendosja e rrjetave mbrojtëse filloi në hyrje të qytetit në zonën e bajpasit për të vijuar përgjatë gjithë gjatësisë së tij. Zonat evidentuara si problematike nga shkarja e dherave dhe gurve përgjatë bajpasit janë pranë fshatit Babic, në Kanin, por edhe në zonën e Radhimës. Pritet që kjo ndërhyrje të vijojë për disa javë, pasi është një punë voluminoze, duke qenë se është një gjatësi e konsiderueshme rrugës së bajpasit, ku duhet të vendosen rrjetat mbrojtëse anësore. Ato janë mjaft të rëndësishme për të parandaluar shkarjen e dherave dhe gurve në rrugë, që do të sjellin më pas jo vetëm pengesa në qarkullimin rrugor, por do të bëheshin shkak edhe për aksidente.